Me fal 5 vakte të namazit, duhet me fal namazin kohën e vet, me tregu kujdes për namazin. Namazi është adhurimi më i mirë, është vepra më e dashur për Allahun, namazin kohën e vet. Është një nga porositë e fundit që ka dhënë profeti kur nda nga jeta, es-sala, es-sala, kujdesuni për faljen e namazit. Është tylla e dytë e Islamit. Është tylla e fesë, amududdin, siç ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith. Është vepra e parë për cilën do na marrë llogari Allahu lartësuar ditën e gjykimit. Është vepra që Allahu lartësuar ja bëri obligim ummetit kur e mori profetin mbi qiellin e 7, natën e Isras dhe Mirajit. Është një obligim madhor, shumë i rëndësishëm. Prandaj duhet kujdesemi shumë për namazin. Se që të arrijmë mirësinë që përmenden në këtë hadith, duhet patjetër të falim 5 vakte dhe të falim kohën e vet.